Ballkani.info shkruan se lëvizja vetëvendosje fitoi bindshëm të dielën në zgjedhjet parlamentare duke marrë rreth 50% të votave. Me njëherë të ënën, Vjosa Osmani tha se dëshironte një mandat si presidente. Synimet e saj e përmblodhi me frazën vazhdimësi e punëve të mira dhe të përbashkëta me Albin Kurtin, aleatin e saj me të cilin një rrallë ka pasur mos pajtime, të cilat tani relativizoi. Vjosa Osmani po i kalonte muajt e fundit si presidente pa i deklaruar qartë synimet e saj të ardhshme. Kishte thënë se të ardhmen e saj politike do ta shqyrtonte në fillim të vitit të ardhshëm, por nuk e priti vitin e ri, nuk priti hiç më shumë se një ditë pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare për të treguar se dëshiron të mbetet ende në karrigën e shefes së shtetit. Shkruan Ballkani.info, Osmani, e cila erdhi në pozitën e presidentes në vitin 2021, në sajt e një bashkëpunimi me Albin Kurtin, i cili e mori drejtimin e qeverisë, tani kërkon që t'i vazhdoj punët e mira bashkërisht me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje, partisë e cila mori rreth 50% të votave të dielën. Synoi që t'i vazhdoj punët e mira për qytetarët e Republikës së Kosovës, për vendin tonë. Mendoi që të arriturat e shumta dhe punët e mira që po na presin dhe janë te dera, duhet të vazhdohen sepse është interesi më i mirë i Republikës sonë, tha ajo. Të hënën, në një intervistë për Radio Europa e Lirë, deputetët sipas saj do të zgjidhnin ta mbronin interesin e vendit dhe ta dëgjonin vullnetin qytetar vetëm nëse e votojnë sërish atë për presidente. Megjithatë, unë po ashtu jam plotësisht e bedishme që kjo nuk varet vetëm nga ky vlerësim, por varet nga 2/3 e deputetëve të Republikës së Kosovës, të cilët duhet të vendosin. Do të thosha në 2 pika themelore. E para është nëse duan të mbrojnë interesin më të mirë të Republikës, dhe e dyta është nëse duan të dëgjojnë vullnetin qytetar. Megjithatë, tha se do të bisedojë me të gjitha partitë shqiptare për të parë këtë mundësi, e cila, siç tha, për të është thjesht për të shërbyer vendit. Fillimisht Osmani do të diskutojë për këtë me Kurtin, nëse shumica nuk e do Osmanin presidente sërish, ajo tha se angazhimet e saj politike nuk do të ndalen asesi. Viti i fundit i mandatit të qeverisë së Albin Kurtit kishte shpërfaqur disa mospajtime ndërmjet tij dhe Vjosa Osmanit, madje në një rast presidentja ishte ankuar për mungesën e komunikimit nga ana e qeverisë me institucionet që përfaqëson ai, shkruan Ballkani. Fitoria bindëse e lëvizjes vetëvendosje prej 50.28% të votave në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit 2021, Osmani theksonte se ishte rezultati përbashkët. Kur patën kandiduar daras, unë i pata marrë diku 200.000 vota, 225.000, por kur u bashkuam, pastaj i bëm 440.000 vota. Pra ajo çka po them unë është që ajo ka qenë forcë përbashkët, të rezultate përbashkët. Rrjedhimisht edhe ne të dy kemi qenë në krye të fushatës kandidat për president dhe kryeministër, pra kemi përkrahur njëri tjetrin, sepse kur po përkthehet jo ty ta ka përkrahur vendosja, po ka dalë se reciproke ka qenë kjo, reciproke ka qenë në gjitha kjo, thoshte Osmani në një intervistë në Kallëzo për një me vitin e kaluar. Tani, pasi edhe pa të lëvizja vetëvendosje fitoi bindshëm, ajo përmend më shumë punët e përbashkëta me Kurtin dhe synimet me të cilat thotë se nuk kemi dalluar asnjë milimetër. Për dallimet me Kurtin, të cilat Osmani i kishte përmendur publikisht, tani ka një arsye tim më të bukur, shkruan Ballkani. Unë mendoj që bashkëpunimi më i sinqert është pikërisht ai që nuk i fsheh dallimet, çka është më e rëndësishmja, siç e kam përmendur në çdo deklarim publik deri më sot, është që ne asnjëherë nuk kemi dalluar sa i përket qëllimeve të përbashkëta që dëshirojmë të arrijmë, qoftë ajo sa i përket vendosjes së sovranitetit në çdo cep të Kosovës tonë, deri te fuqizimi i shtetit tonë në familjen e madhe euroatlantike. Synimet i kemi pasur të përbashkëta. Ne synimet tona nuk kemi dalluar asnjë milimetër. Donjëherë kemi pasur dallime se si të arrijmë tek ato qëllime, tha ndër të tjera ajo.